Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, njëkohësisht jemi live edhe në Radio News 24 për gjithë udhëtarët që nuk duan të humbasin asgjë nga programacioni i televizionit News 24 dhe sidomos teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë. Ditën e sotme do të flasim për një zonjë e cila ka treguar hap pas hapi gjithë kalvarin e problematikës së saj vite më parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Vetëm në një nga lagjet e Tiranës, në njësinë administrative numër 4, gjendet një gjyshe 68 vjeçare. Për zonjën Sofia dhe për problemet e saj, ne kemi folur shumë gjatë në studio duke bërë her pas here emisione. Problematika e kësaj zonje është që ajo jeton në një banesë në rrugën Bardhyl prej 11 vitesh. E bën këtë gjë pasi vite më parë shtëpia e saj është djegur. Por problemet që ajo ka në familje janë më shumë se sa djegja e banesës. Përpos të djegjes së banesës dhe pa mundësit për të rritur fëmijët e djalit, 3 fëmijë të mitur që fillimisht shkuan në jetimore, më pas nuk dieshin se ku ishin fëmijët dhe gjyshja arriti jo vetëm t'i lokalizonte dhe t'i gjente, por njëkohësisht me vendim gjykate arriti të bëj edhe kujdestarja e 3 nipërve të saj. Ndërkohë që është nëna e 6 fëmijëve, 4 vajza dhe 2 djem. 2 djem të vuajnë nga aftësi të kufizuara dhe ndërkohë njëri prej djemve ka sjellë në jetë këta 3 fëmijë. Vetëm bashorti i saj merr 100.000 lekë pension. Imagjinoni se si ja del mban në zemër të Tiranës kjo familje. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktori i emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe 68 vjeçarin e kam të ftuar në studio. Historia që do të trajtohet ditën e sotme ka të bëjë me një gjyshe e cila ka mbritur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur të rrëfej historinë e trisht të familjes së saj. Ajo është 68 vjeç dhe rrëfeu për redaksin se jeton në një banesë së bashku me bashortin e saj dhe 9 pjesëtar të tjerë. Pasi 2 djemt menuese dhe fëmijët e tyre jetojnë në të njëjtën banesë. Pas djegjes së banesës jetojnë në qiell të hapur, së bashku me një sër problemesh. Pasi 2 djemt e saj pohën ajo, as flasin dhe as dëgjojnë, po kështu edhe nuset e tyre janë me probleme fizike, gjë që bëri të mundur marrjen e fëmijëve të tyre nga institucionet shtetërore. Gjyshja rrëfen se u deshën seanca gjyqësore që të merrte sërish niprit dhe mbesat. Ndiqni emisionin. Pra djegja e kësaj banese prej pak vitesh solli dhe ëndrralla të tjera sepse fëmijët e djalit të zonjës 68 vjeçare u dërguan në jetimore. Gjyshes u mohuaj drejta për të ditur se ku kanë mbetur fëmijët, megjithatë ajo arriti t'i lokalizonte dhe fal saj fëmijët kanë lënë jetimoren dhe jetojnë me gjyshen. Me gjyshin, me babain, do të flasim edhe për rolin e nënës, sepse dhe ajo në vendim gjykate ka një pjesë të kujdestarisë fëmijëve të saj. Por çfarë po ndodh me këta 3 mitur? Por edhe kush është historia e zonjës Sofie aktualisht, ditën që ne po flasim nga studio emisionit Me Zemër të Hapur, për shkak se do t'japim disa dëshmi trondice dhe detaje trondice, zonjën Sofi, 68 vjeçe, e kemi vendosur, ndryshe nga herët e tjera kur ka qenë emisionin ton, të fshehur në anonimat. Përshëndetje zonja Sofi, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe ju uroj punë të mbarë edhe suksese në punën që bëni juve dhe që na ndihmoni kur neve nuk ngjejmë zgjidhje nëpër institucionet tona që ta shohin sado pak hallin që kemi. Neve u drejtohemi juve dhe ju e bëni të ditur dhe kemi besim të plot ke ju. Patjetër, ne do trokasim në dyert e institucionit, në njësinë administrative numër 4, do shikojmë se çfarë përmban ligji në të tilla raste. Më lër të prezantoj edhe panelin përballë meje dhe në krahun tënd. Është avokati zoti Elvis Duka, përshëndetje Elvis, mirë se erdhe. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektivët privat, keni krijuar edhe gjykatën e arbitrazhen me krye zotin Ndue Pietra në krahun tënd. Është Irina Shanaj, psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Atëherë, zonja Sofi, ti je 68 vjeçe, ke 6 fëmijë, ke 4 vajza të cilat janë të martuara, ka 2 djemë të cilët as nuk flasin,
dhe as nuk Nuk dëgjoj, dëgjoj. me aftësi të kufizuar. Njërin prej djemve, bashkë edhe me bashkëshortin tuaj, i cili merr një pension 100.000 lekë. 120 e kanë bërë të shi, E disim duket mua se kur gjithë hallet e botës të kanë zënë ty. Po, Përveç djemve me aftësi të kufizuar, janë dhe nuset. janë dhe nuset e tyre. Janë dhe nuset e tyre me aftësi të kufizuar, por unë du të kërkoja ndjes edhe gjithë shqiptarëve dhe emisionit tuaj, që ndoshta do i duket pak si e çuditshme këtë historinë time të veçantë, Po pse, do na duket e çuditshme, ne të njohim të rënjët të çuditshme, mbarë. sepse unë kam trokit jo në dyrë tuaja. Kam trokit në dyrë të institucioneve përkatëse që duhet majnë përgjithësi personale dhe njerëzore. Sa të vim tek përgjegjësiat personale dhe njerëzore, unë dua ta tregoj me njëherë historinë tënde, 68 vjeç. Për herë të parë një gjyshe, mbasi u doq shtëpia në mos gaboj në 2023, apo jo? 2024. 2024, u doq shtëpia me njerë, ditën që është djeg shtëpia, ti së bashku edhe me fëqinjët tuaj, më keni telefonuar dhe bëm gati emisionin. Në atë kohë, filluan edhe problemet me djalin, me njërin prej djemve, me nusen, me 3 fëmijë. Shërbimi social i njësitës administrative, që duhet jepte kujdesin maksimal për ju, që ju të shkonit dhe të rehatoheshit në një banes sociale, ju morën fëmijët për shkaqe edhe të problemeve që djali kishte me nusen. Jo vetëm që ti morën fëmijët, por edhe nuk ti treguan se ku ishin. Falë pëmgulljes tonë, ti e gjete fëmijët, ata ishin në një timorin e Shkodrës, shkoje i takoje çdo javë me një mund, me një sakrificë të papar. Çdo javë ti dërgoje ushqime dhe shkoje i takoje. Gjë që nuk e ka bërë nëna atyre fëmijëve, apo jo? Tani, të ndalojmë pak, çfarë ndodhi në 2024, pse ju mori flak shtëpia, pse u doq shtëpia? Shtëpia e kanë nxjerr ekspertizma e elektrikut, me fjalë të zjarr fikseve, që e kam me dokument, jo Pra, shtëpia u doq për arsye elektrike. Për arsye elektrike, shkëndia elektrike, solli... Para se të digje që shtëpia, unë jam drejtuar institucionit elektrikut, në një kohë i thosha që të vijë ta kontrolloj se sati nuk është në rregull, këta më shkruanin një afërfe, domethënë një pagesë maramendse. Në një kohë që unë dhe çdo kush atë që djeg ose atë që konsumoj do ta paguaj normalisht të gjithë shqiptarët dhe dytërimi që e kam. Pra, fatura vinte afrofe, do me thënë me hamëndje se sa ti hargjoje, por ti hargjoje më pak se sa shuma që vinte. Sa paguja. Këtë gjë e vuri në duke keshi që edhe sot, unë për 3-4 muaj para se të më digjet shtëpia, nuk paguaja lekë keshi. Sepse ishin ata debitor ke mua. Me letra, me të gjitha. Dhe sot kam prap gjendje atje, 160.000 lekë mos gaboj, plus minus, që ata duhet të më paguajnë mua dhe ke drita. Kjo se kam argjuar drita, unë nuk vete paguaj. Vete atje me ata, por ata mi quajnë do më thënë se i kam të paguara. Mund të më tregosh, zonja Sofie, çfarë ndodhi konkretisht atë ditë? Atë ditë. Si shpëtuat ju për mrekullinë? Atë ditë, si gjithë të tjerët, neve kishim dalë, sepse edhe unë duhet mledh, jam pa pension, kupton, do të bëj një punë. Buri me 100.000 lekë të 4 dëshmorët, morëm një ambient të vogël, prej 100.000 lekë të paguajt në muaj, me gjëra të përdorura, me ishit, që të nxjerrin bukën e gojës. Neve vajtëm në ambient. Mlodhëm që mlodhëm kështu. Buri me rregullu në një hekur, në i sopë prishu që bjem familjar. Me i pagosat e pak, që tjetoj. Kuna mirë komshia në telefon. Nuse djalit kishte filluar punë, pa na pyet neve, X bari quet, të rruga Ura, në një lokal. 2 fëmijë në shtëpi. Djalin e vogël, unë edhe sot e kësaj dite, dhe kur ka vajt në timore, unë e ka marrë nga materniteti që ka lindë nuse djalit, dhe ka dash me lënë në maternitet.
Pra, nëna e fëmijëve, nusja e djalit tënd ka dashur që fëmijën e tretë ta linte në ka thënë që spital. unë nuk i mbaj dot, nuk i rrit dot, dhe në kohën që unë e kam qurë në maternitet, pagova taksin që kishte dalje në spitalit ajo, të maternitet i ri, Po, vete, por ajo po të rishë, sa më shumë taksia paguet, sa më shumë ko, këtë presës. Hypi lartë dhe them, a u bërë gati, se kam paguar taksin dhe i për çdo orë që do rish, do paguash më tepër sa duhet. Aty zinte pavioni. Do më thonë, unë nuk e dija. Se kjo kishte bërë një kërkes aty, që unë do dalë, por djalin s'do e marë. Që po ta pyet fëmin, Ervis, edhe sot, a i fëmin nuk ndajet nga mua. sa vjeç është djali? A i është 8 për 9. 8 për 9. Po. është, mashallah, një fëmijë i shkaft, Pra, spitali zjente, materniteti zjente, zjente aty bizetonin sepse ajo kishte thënë që unë fëmijë nuk... fëmijëve të kudin, kure kishte shprej kjo, këtë gjë, ato po i bënin letrat, si që bën ato për vaksina, për këte, për dalje, për gjitha. Dhe ishte në bazë bizetim edhe për këtë çështje. Po, Unë pritëm mrapa derës, kur ndëgjoj, vonesën, me u tregu drejt, i kam rënë derës dhe i kam thënë, unë do ju brënda, doni juve. po, Dhe ashtu kam bërë. Kur kam vajtë, kam gjetë djalin edhe nanat e fëmijëve tjera dhe djalin aty. Dhe kam thënë, ku vajti e jema? Më kanë thënë, ka vajtë atje për të marrë letrat, tek infermierja, që bënte daljen. Dhe më thënë, këdho me mjekut. Në rregull, vajtë atje për qafova djalin, kapa djalin në dorë, e i thash, kur i shikoj, i thash, që bëhet tu? Më thotë, unë djale vajtë kam, thotë, këtë djale është, do e le këtu. Jam këthyrë aty, tyre punojnëseve, i kam thënë, i keni bërë letrat dalin e spitalit kësaj? Po. I keni bërë atë të vaksina fëmijës? Po. Që është kjo shtes që u bëka këtu pa djenin time? Se ky fëmijë e ka lidhë kjo, po i përket edhe djalit vetë. Djalit tim, po. Kupton? Për çdo lloj mendimi që mund të ketë kjo, dhe pak a shumë nga gjendja juve shëndetësore, për kësa ditë kanë drejtu, do të konceptoni dhe të vlerësoni. Po. Am kupton? Kjo nuk është puna se kjo s'ka njerëz tjerë mrapa dhe po vepron, ose po shpreh një ndjes. Atëre, më thanë, ke shumë të drejtë të kërkojmë ndjes për gjithë shka. Kështu e more dhe e rritet mora deri më djalin, sot. Ja, një kam në sekundë, të shtëpi lutem. dhe ai djalë dhe sot tani kur po vija këtej, unë nuk i tregova, e lash me motrën e vet, me burrin, me tjatin, me gjithë, edhe më thot, ku ke ik mua, i thot, pa lejën time ke ik, dhe më thë nuk ndajet edhe 1 minutë nga mua. Jam kujdesur unë për atë fëmijë, edhe për të tjerët, nuk i kam lënë mangut nëse ti je nën apo nuk je nën, nëse çfarë bëhet me i lam, me i shpla, me kujdes, i kam thënë, s'ka gjë, do u boj unë, s'ka gjë, edhe ti dhe unë, së bashku ne do i rrisim ta fëmijë. Zonja Sofi, po me 2 djemët më të mëdhenj, si është sjell? Me 2 fëmijët e parë, si është sjell? Sepse i bie të jetë një braktisje që në lindje. Ajo ka probleme, pas ere ndikon, në njëherë të gjesh thua është mirë. Pastaj, për momente, kur në vrikoset? Shiko, unë me zonjën kam folur që në momentin që është djegur shtëpia, dhe e di shumë mirë se kush është nusja jote, dhe ti e përmende që 2 djemët të cilët nuk flasin dhe nuk dëgjojnë, ti ke martuar me nuse të cilat dhe ato kam probleme. Pse vendose për ti martuar djemët e tu? Ervis, unë me të parën, dhe më thënë ajo nuk është këtu, por do të falenderoj për mjetë emisionit tuj, që një gjë që ka pas, ajo ka ndarë bashkërisht si me fëmijët e vetë, si me fëmijët e kunatit. Po të them njerëzore. Njerëzit e saj, vlezit, e jema sot që porria, ajo ka ikë, që kur u doj shtëpia dhe sot, i ka hapë derën nana e vetë,
që shpinë asaj e pagojnë vëllezrit që ka në Greqi, dhe ka thënë, nëse nuk keni ku rini, hajdini këtu, të rini të nana ime tek mua. Shiko, mua më vjen mirë që gjej një vjerë që për te problemeve që ka nusja, se nusja juaj duhet thënë, nusja e djalit ka probleme, duke qenë se unë vetë personalisht e njoh. Ka probleme, pra ka. Çështja Dhe është- unë nuk e kam ditë. Po pra, dhe ndërkohë ju po flisni fjalë të mira për nusën. Pse e them këtë gjë? Sepse vendimi i gjykatës që ti nga jetimorja ti marrësh këta fëmijë dhe të bëhesh kujdestare, është i pjesëshëm me nusën. Gjykata nuk pati një raport vlerësimi psikologjik, emocional, mendor të nënës së këtyre 3 fëmijëve? Jo, se tani ti mban gjithë ditën, ajo vjen i takon, po për të fjetur me fëmijët e saj dhe për kujdesur nuk e bën këtë gjë. Ajo tani do me zgjidh, e di pse nuk ka ashtu, se do me zgjidh problemin me djalin tim. Çfarë ka me djalin tënd ajo? Do me unda, se e thot, unë do ndajem, do gjej një njeri, thot që të ketë pasuri. Më kupton nervit? Do më thënë... Pra, nuk e do më djalin tënd se ju jeni të varfër, keni mbetur dhe pa shtëpi. Po, edhe ngre Po çfarë janë këto mendime kështu? Po atëre, pse nuk i merr fëmijët e saj? Fëmijët edhe po t'i doja jo, me i marë, me ja u them publikisht, Nuk i jep. nuk ja u le. Gjyshe heroinë. Jo për në gjë, por sjellin që shofun edhe gjykimin që ke ti sinan, mua nuk më pëlqen. Pra në ata fëmijë duan afrimitet. Dhe në kohën që i kanë marë, unë kam kërkuar kutëri unë, në shtre, nana, unë, baba, gjithë familja, aty du të rejnë dhe Shiko, fëmijët kam betur pak e pa shpjeguar kjo. Në momentin që ju digjet banesa, ju zhvendoseni në rrugën Bardhyl. Në një banesë që e paguani vetë, apo jo? Në fillim, jemi drejtuar komisariatit. Po. Normalisht, ta them me plot bindje. Në atë ko, neve nuk ne dhenë ndihmën në dha, më mrapa, do të bëni, do të gjeni një shtëpi, do ne bini neve, si që kam kontratën, dhe ne do të ndihmojmë me bonus qera. Po. Në eshten. I morët ndonjëherë bonusin e qeras? Ne nuk i kemi marrë vit. As njëherë? As njëherë, pra ne jemi këtu ku jemi sot. Po. Pra ne ka marrë dhe këtu të ju. Po. Po shiko, në atë kohë ti vajte në komisariat, njësia administrative tha bonus qeraje, fëmijët pse i morën për t'i quar një jetimore? Këta, po të themë, fëmijët i kanë marrë me gjyku, me gjukat, me jeth, këto institucion, besoj se këta për mua veprimin që kanë bërë, e kanë bërë jo të likshëm. Sepse unë po kërkoj ndihmë në institucion, në polici, në gjitha. Ajo zonja e institucionit për mbrojtjen e fëmijëve, që ka qenë ekzistuese, ishte me lindje. Dhe aty ishte vënë një zëvendësuese që për mua nuk e kishte haberin se çfarë do thotë mbrojtje një fëmije. Pra, ju mbetët në qelë të hapur 11 veta, shkuat për të kërkuar ndihmë dhe ndihma që ishte ju morën fëmijët për t'i quar një jetimore. Dhe pa Andres, ma e forta. Po, për kohë të gjatë i ke kërkuar, vërtet. Të lutem, unë kam hallin e shtëpisë që mu doqë, po kërkoj një ndihmet, po i kërkoj institucioneve, po i kërkoj njerëzve, që të më ndihmoj sa dhe pak të vënd dorë në zemër, nga ana njerëzore, edhe të shi të cënohem edhe fëmijët mos i kem para syve, që ata fëmija rritë në ambient familjar. Nuk është një fëmijë porca lindur, që nuk njef gjysh, familje, gjithë. Pa ta janë me njerët, me halla, me gjithë. Me një familje të madhe. Me një familje të madhe. Zonja Sofitë, të kërkoj pak ndje se është momenti i hapësirës së parë publicitare, që ta rrëfejmë ashtu si që duhet, pavarësisht edhe ngarkesës tënde shumë të madhe emocionale të cilën e kuptojmë, publicitet dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë dhe vijojmë bashkëbisedim me një zonjë heroin, 68 vjeçe, e cila
kujdeset për bashortin e saj në pension, 100.000 lekë merë i shoqi i saj pension, ndërkohë që dele dhe mbledhe dhe hekura për ndihmuar familje, nën e 6 fëmijëve, 4 vajzat martuara dhe 2 djemtë, të cilët janë martuar, janë bërë me fëmijë, por të dy as nuk flasin dhe as nuk dëgjojnë, dhe po flasin për njërin prej tyre që ka probleme jo vetëm me bashorten e tij, por edhe me 3 fëmijët të cilët gjatë vitit të kaluar në fillim të 2024-s, në mos gaboj ka qenë muaj diku mars apo prill 2024, është djegur banesa që ndodhet në njësinë administrative numër 4, prej kohësh jetojnë në rrugën Bardhyl, 11 antar, nëna e 3 fëmijëve, nusja e djalit, tashmë me vendim gjykate ka pjesërisht kujdestarin dhe gjysmën tjetër pjesërisht e ka gjyshja. Nëna shkon në paradite në punë, vjen mbasdite takon në fëmijët e saj dhe mbrëmjeve nuk fle me bashortin, nuk fle me fëmijët, por ikën në banesën e prindërve të saj. Dhe kjo është tepër e çuditshme për tej gjithë emocioneve që nëna atyre 3 të miturve ka. Ju treguat një moment të dhimbshëm që djalin e tret, i cili sot është 8 vjeç, ajo ka dashur ta praktikojë në spital. Gjithsesi, njësia administrative, thoni ju, mbrojtja e fëmijëve, sektori për mbrojtjen e të miturve, nuk e menaxhoi ashtu siç duhet, sepse ti kërkoje një ndihmë strehimi. Dhe ishe gatshme të kujdesesh siç kujdesesh edhe sot për fëmijët e djalit. I mori dhe i çoi në jetimore, pa ju thënë, pa ju njoftuar, gjithsesi ti e gjete, ishe në jetimore në Shkodrës, por aty çfarë ndodhi me 3 fëmijët? Ti shkoje, i takoje dhe nuk ishe pa kënaqur me stafin. Unë vije i takoje fëmijët, djali i vogël, herën e parë që kanë vajtë, dhe ti Ervis, më falë që s'ka problem. Edhe kur kanë vajtë Ervis aty, në kohën që i kam quar në ata karocat me ushqime, të trevet, i kam aty me foto, të trevet ja undaja, me qeset të mdhaja. Njerin e ka ky, njerin e ka ky, tjetërin këtu dhe i futja në karot edhe vija. Nga teatr mi gjeni në Shkodrë, që unë nuk e njifja dhe Shkodrën, herë në parë lavdëroj policinë e Shkodrës, që mua më kanë ndihmuar, më kanë afruar a ke ngren, a s'ke ngren, më blerë një pije freskuse ma sodhën, a ke lek dhe kanë paguar rrugën time nga Shkodra në Tiranë. Bravo. Një gjestë shumë i Bravo. bukur që ndani. I falenderoj nga zemra. Dhe e kam pyetur djalë nga je, ishte me patrullën. Ishte një burr i vjetër dhe një djalë i ri. Më tha, unë jam nga Dukagjini. Tha, po kam dhe unë nën, tha. Më ka parë në stacion aty të prit, ke radio, televizioni i shqiptar. Po. Unë nuk dija se nga ike, se nga halli të boka, të vesh ku do. Çfarë nuk shkojnë në jetimore që ti më pas ju drejtove gjykatës? Atë djalin e vogël që po u tregoj, në kohën e rrit, që kam dalu nga institucioni, a i ka qarë edhe i ka ngell mbres prap, që anë të gjithë natën kërkon të oj nanë, ku je oj nanë, i bërtistin e rifnin, në kohën që do dilja unë ke dera, erdi më kapi këshu në mese, nuk po më qonte. Roje shkollës e ka marrë zvarë fëmin, në një kohë që i kam thënë mos, merini me të mira i thoni, që nana do vi prap dhe unë vetu i thënë, se nuk meret fëmija me diktatur, a jesë rritë me mu. Dhe këta të tjerët po, ja ku e ke dhe këte, më përqafojnë dhe thonë, o nanë, nga ty nuk ndahemi ne, dot. Po shiko, e di që më bënte përshtypje në atë kohë, mirë që i gjete fëmijët që i kisha në Shkodër, po më bënte përshtypje sa e shkoje i takoje fëmijët, ne nga dërgoje video. Nga dërgoje video ku fëmijët qanin pas teje. Gjithmoni bëje video. Pse i bëje këto video? Çfarë meraku kishe? Pse na i dërgoje ato video? Unë jo dërgoje të bëj të ditur se si këta fëmijë, çfarë dëmsurin kishin, si i ka majtur, çfarë frimiteti kishin, si i muarën këta fëmijë, pa na njoftuar të paktën. Të kërkoj unë, më thoshin i kanë qurë ke shtëpia në gjyrave. Kam vajtur në këmë, nuk më ka dhenë kush asë një sjarim. Kur kam vajtur në Shkodër, kam njët me orë të tana ke dera, nuk më linë të njëri me shku, me i taku. Kja i fëmi, kur e kanë marra ditë të zvarë, mas ditën tjetër, ka dalë ka ik nga muri institucionit dhe e kanë gjetë në tropoj policia.
Ka thënë do iki, do rime, no. Sa orë u largua nga jetimorja, djali? Dhe kanë gjetur në tropoj, sa orë? Po ku diu sa orë, se mos më tregonin të vërtetën. Por ato së më tregon asë njerë, që ka humbë, po fëmija dhe sot, kësaj dite të tregon. 3 herë ka humbër, jo njerë. Shiko, përveç atyre videove të cilat nuk kemi pse t'i japim për mënyrën se si shfaqen fëmijët duke qarë dhe se si e tërheqin zvarë punojësit e ati institucioni, unë dua t'i japë vetëm 2 foto. 2 foto ku vjen në re fëmijë të dhunuar. Kush i ka dhunuar fëmijët? Çfarë tregojnë ata? Se njërin, djalin e madh unë e kam këtu, është 13 vjeç. Me atë diskutojmë dhe ai i tregon gjithçka. Po ma rrëfeti pak të lutem. Çfarë të thënë? Djali, çfarë kujton djali i madh, 13 vjeçari që i kemi në ambiente? Djali i madh tregon që atje janë dhe që nuk mund të them edhe Kush i gjuante? Pra, ka ndodhur veprime të turpshme? Po, i tregojnë fëmijët. I tregojnë fëmijët. Nga kush? Nga personeli apo nga vetë fëmijët? Edhe nga personeli dhe nga vetë fëmijët. Veprimet e turpshme, fëmijët, nuk digjon. Thonë fëmijët. Ti nuk digjë, po fëmijët tregojnë. Pra, që veprimet e turpshme i bënda edhe personeli, por edhe fëmijët më të mëdhenjë se sa ata. Po, dhe fëmijët njëri me tjetrin. Po, këtë dhunën që e ke përballë, se unë kam foton këtu. Këtë dhunën që e ke përballë është bërë nga punonjësit. Punonjësit, po pse i gjuanin fëmijëve? Edhe nga edukatore që këta e thonë me emër. Edhe edukatoreja që e thonë me emër? Po, e thonë me emër, ja ku kam djalin. Po. I kam dhe në telefonin time, në gjitha. Fëmija meret zvarë para me, një 8 vjeçar. E të rigjet kësu si letë prej robas, unë aty në këm, ervis. Sa detyrohet, largon, del nga muri rrethues i godinës, edhe shkon dhe gjëndet në tropoj. Mas i kam ikur unë. Mbas i ke ikur ti? Mas i kam ikur unë. A i fëmi ka thënë, unë do vete do kërkoj nonon. Nuk rritot me ju. A i ma besoj ervis të pyetës, edhe nanë vetë nuk e do sa më do mua. Ma beso. Po përderi sa ju e praktisi në jetimore dhe në martenitet. Një gjithë të tillë ja ka treguar, aku di unë, se unë nuk ja, do më thënë, ja kam treguar të si vonë, do më thënë, masi më ka thënë, onan, më ka thënë, mami, që kështu, a me gjithmënd ka qenë? Më fjanë, edhe ti e nëna ime. Që mami do të mlinë të mua? Ti nuk je vetëm kujdestarja ligjore, ti fëmije je kujdestarja emocionale. Pra ke qënë ti që i ke përmbushur gjithë nevojat për dashuri, për vëmendje, për kujdesje. Në 2003, unë kam qenë kujdestarja ligjore për një vit. E vetme. Ndërsa tani e ushtroni bashkarisht, bashkë me nënën biologjike. Jemi bashkarisht. Tani në gjithë panoramën e ofruar nga ju, arrim të kuptojmë që nëna biologjike e djalit ushtron rolin e saj prindëror si nën, vetëm në terma të drejtash ndaj fëmijës, dhe jo detyrash, dhe jo përgjegjësish. Ja, Irena, më duhet ta pyesim pak edhe si arriti ti merrte nga jetimorja këta fëmijë, që me sa duket njësi administrative numër 4, duke qenë se nuk i ofrojnë ndihmë, bonus qiraje, i merr këta fëmijë për t'i çuar në mund të ndalen, po, dhe është realisht drithëruese si ngjarje, domethënë ti ju drejtohesh si qytetare në nevojë institucioneve, ju bën një apel për ndihmë shërbimeve sociale dhe në vend që të ofrojnë të rehabilitojnë banesën e djegur që ka qenë teje traumatike për ty dhe gjithë antarët e tu të familjes, apo t'ju pajisni në një stres të përkohshme, apo t'jepni një kujdes më të shtuar, më të integruar për gjithë antarët e familjes, veçanërisht me problematikat fizike që kanë patur të mbivendosura krahas atyre ekonomike dhe varfërisë ekstreme në cilën keni bashkëjetuar. Institucionet kanë bërë që kanë marrë edhe fëmijët nga gjiri dhe kjo është teje rëndësishme. Kapësh në këtë këndvështrim që ju e shpjeguar shumë mirë, Irena? Zonja Ervis, me u thënë me bindet plot, me përgjithësi njerëzore, penale edhe institucionale, nëse më ndëgjojnë, në shkallën e institucionit të rajonit nëmër 4, fëmijët ka qenë kjo psikologja zvendësusja, që e kam deklaruar kudo, nuk ka përvoj pune, dhe është rritë vetë, rrugëve, të gjyshja, ku di unë nuk ka, e kam praktisë familjarët, dhe ndoshta kjo ka ndikuar, që ajo nuk ka menduar gjatë, çfarë do të thotë një fëmijë. Ja, ta shpjegoj pak, ajo i ka marrë për t'i dhënë ushqim, për t'i dhënë strehim, gjë që ju nuk e kishit në atë kohë. E pa falshme është që ju nuk kishit njoftim
se ku po shkonin këta 3 fëmijë. Kur unë kam vajt me kërku ndim. Jo, e di çfarë dua ta kap në një këndvështrim tjetër. Se s'kanë ardhur që të më ndihmojnë për ta fëmijë të bjenë. Ja, këtu do dalë, zonja Sofie. Sot ato fëmijë kanë trauma. Trauma sepse ka ndodhur veprime të turpshme, ka ndodhur dhe dhunë institucionale, ju lutem regjeja fotot. Dhe po të flasësh me fëmijët, gjurmët kanë mbetur thellë, ata tregojnë shumë gjëra nga vajtja në jetimore. Më falë, po të ndërpres një minutë. Ja, pse sektori i mbrojtjes këtyre fëmijëve, që në atë kohë i dhanë ndihmën e parë dhe i çojnë në jetimore, pse sot nuk ndodhen pranë këtyre fëmijëve? Kjo është çështja. Se këta fëmijë vazhdojnë, ti më thej që unë nuk di si të sillen më me ata fëmijë. Ata fëmijë të janë kthyer të tjetërsuar në shtëpi. Po pra, po nuk ka njësia administrative numër 4 të drejtë dhe sektori mbrojtjes së fëmijëve të vi dhe të diskutojnë, të vijet një psikologe në dispozicion. Ata ka nevojë për rehabilitim psikologjik. Jo, tani, me të tregu drejt, unë atë shtëpi që mora e mbulon të njësia numër 8. Edhe unë e falenderoj atë të njësis numër 8, që quhet Gjuli, i kanë dhënë prapë dhe ata fëmijë kanë ardhur diku në një vit, nuk janë me ata që kanë kthyer nga Shkodra. Por po bëjmë punë akoma, më kupton? Po bëjmë punë akoma. Se kur kanë ardhur nga atje, ata ishin fare të çorrutur. Nuk njihnin asnjëri, flisnin ku diu. Kurse tani ata kanë qenë duke jetuar në efektet e traumës. Po, kurse tani një gabim që e bën, vjen, ja e ke aty. Më përqafon e thot, "O nana, a do më falësh? A do më falësh? Qa bëna? Qa thash?" Po, i tha mu, do të falë, po vetëm sjelljen e dua pozitive. Njësia numër 8 për mua, ato psikologet, unë po u them juve këtu, edhe gjithë kushdo që të ndëtoj, për mua janë shumë të pregatitura, kanë dhejtë shumë pranë. Sa kanë dhejtë me dëgjoj fjalë të mira për kolegët, se realisht duhet bërë një njësia numër 4, ajo që i mori i ka të zemër gjerësi dhe skrupulozitet në fëmijët. Dite, do të qoj në ekskursion. Po. Dhe i ka marrë me dhunë, i ka fut në fogon. Ja të tërgoj vetë fëmija. Shiko, është një gjyshe dhe mua më vjen mirë që bën krahasimin midis specialisteve të njërës njërësi me tjetërën. Ajo tha që zonja që ishte me leje, e kupton, ishte një zonjë shumë nderuar, zëvendësuesja thot, arriti, ti thoshte fëmijët do shkonin në ekskursion dhe i merr dhe i çon në Shkodër. Ama gjyshes, nënës dhe babait, që ishte djegur shtëpia, nuk i ka informuar. Ajo i ka gjetë vetë, me mundin e vetë, por shikon edhe fëmijë të dënuar. Informuar e vis është një detyrim ligjor i çdo profesionisti. Po japim provat sot, se çfarë kam mësuar ata fëmijë në jetimore. Ndaj kujdestarit ligjor, miratimi informuar është një dokument që duhet marrë absolutisht i firmosur dhe i verbalizuar nga çdo kujdestar. Që dritarja Çukisja dhe thosha, ku ndodhen fëmijët, nuk më hapte xhamin atë sportelin nga mrapa, janë në rregull fëmijët. Është çnjërzore, është absolutisht çnjërzore. Pam dhe në përgjigje, iku doli nga aty, nga njësia, ka dalë në krah tjetër, faturoj taksin e verdh dhe iku. Sot është rikthyer në punë zonja për cilën fole fjalë të mira në njësinë numër 4, ajo që ishte me leje në atë kohë, vitin e kaluar? Ajo po. Është kthyer në Redona. Po, ke shkuar, ke folur me zonjën e nderuar, se edhe unë e njoh personalisht dhe shumë. Redona është shumë e mirë. Një zonjë e nderuar në profesionin e saj. Në atë kohë i ka marrë më qaf kjo që ishte zëndësuese, jo Redona. Po ke folur me zonjën se është rikthyer tani në punë. Është rikthyer, po kam qenë me njësi numër 8. Nga që je me qëratje. Po. Në rrugën Bardhyl dhe e kap njësia administrative numër 8. Po, dhe ato janë shumë të nderuara po të. Po mirë, edhe sa do zjasësh në këtë shtëpi tek rruga Bardhyl, 11 vetat jetoni në atë banesë. Se nuk i bën mirë as këtyre 3 fëmijëve të jetojnë aty. Se përshëndetin në ndorë të gjithë në këtë kohë, sa do jemi, do më thënë, dhomë me kuzhinë, ka pas obor të Po, e di. me port, shtëpi private. Ka qenë emrin tuaj, keni qenë me qëra, është shtëpia juaj ajo në... Po e kemi me kontratë, e kemi marrë neve, me qëra, gjoj që të pagoj bashkia bonus. Po. Gjoja, po kështu në kam Shiko, jo tek rruga Bardhyl, nuk po flas, tek shtëpia që u dogj, ka qenë shtëpia juaj me dokumenta? Dhe ti nuk ke mundësi të arri më këmbësh më?
unë vajta dje se pyeta për materiale ndërtimi, pra ne po vi këtu, më e forta është, le që nuk kanë paguar bonus për personin në fjalë, edhe atë falenderoj nga zemra, se nuk ka zonja Ervis të them sinqerisht, që unë të rri nesër në shpinë tënde, dhe mos i japin personit as një lek, në atë gjenjejnë, bëjt dokumentat të pafund. Kemi hyrë në përborgje që nuk e di çfarë të them, jo me gënjeshtër, po me realitete, me fisit tia tjetër do i përgojsot në nesër. Po mirë, përderisa shkëndia elektrike ishte shkaku i djegjes së banesës tuaj që e ka shfaqur edhe regjia në këto momente. Kjo është banesa juaj. Po. Të lutem, nuk mundet që përveç bonus të qeras që është premtuar dhe nuk është mbajtur nga njësia administrative, nuk e dim se për çfarë arsyesh, se duhet pyetur. Po. Atëherë, Keshi nuk ka marrë përsi për edhe Keshit kam bërë dëmin që të ka shkaktuar? Ka bërë një kërkesë pa dije. Po. Keshit. Ka një vit as të lëviz as një gjë në rregull. As një lloj përgjigjes kemi marrë. As një lloj. Ku aty zjarë fikset e përcaktojnë. Kudo që të vesh e përcakton, është nga shkëndia elektrike, thot. Ne kemi arritur këtu, vëm dje, kemi pyes për materialet, po jo them tamam si një familjare, si një njeri që jemi me hallë, për të pyetur këtë treshi, më falni se. Po? Këtë treshi, dhe i kam thënë, nga që u doqë, e kam pas me qati, këtë radhe i thashe dua të bëjmë me tarat, me beton. Kemi vajtë, kemi pyetë, sa kushton ky material, kemi vajtë tu të bashkia, do më thënë që të fillojmë punda. Na ka thënë që ju duhet të dini lej ke bashkia madhe, plus jam në rrugë. Plus që halli im nuk është puna se unë e prisha për qef, më kuptoni njerëzore. Nuk është puna se dua unë të rindërtoj, se kështë po unë jam në rrugë të madhe. Prap do presu unë, për një vit tjetërin e shgënjeve. Këtë banesën ju nuk e kishit të siguruar, ma merë mëndja. Se nuk e kemi në kulturën e shqiptarët që banesën e ta kemi të siguruar. Nuk e ke pasur të siguruar. Figuron në emrin e bashortit tënd? Po. Në emrin e bashortit tënd. Akshitja, akblerja, gjitha që kemi bërë, është në emrin e bashortit. Pra, dhe njësia administrative nëmër 4 e di shumë mirë moshën tuaj, pensionin e burit dhe 2 fëmijët, 2 djemët. Po. Invalid, të cilët as nuk flasin dhe as nuk dëgjojnë, të martuar dhe ata me fëmijë. Po. Apo jo? Po. Të gjitha këto hallet dhe problemet njësia i di. Si di njësia në... Mirë, ju japin... E di që i ka thënë Ervis më fund fare. I ka thënë burrit, ato të njësis janë qesharake, për mua. Po? Se i ka thënë, qarë? Po fëmijët të rinë institucion, ku janë, qunat, i ka thënë ndaj, i ka thënë, dhe më thënë edhe e kanë mësuar. Po? Një farë mënyrë. Pra, djemë të nëtajnë me nusa. Ti me gjithë gruan, shkoni ke azili. Pra, kjo është një zgjidhje që jep njësia. Fëmijët të shkojnë në jetimore, ti marri shtetin në ngarkim, pra, fëmijët... pasere që veta e i burë në njësin, kanë shprehur metoda, fjallore, gjëra të ndryshme të kësaj lloj natyre. Shiko. Dje i kanë thënë, shko ke bashkia madhe, apliko që të marrës lejen për ndërtim banese. Po ku janë të ardhura për të ndërtuar banesën juve? Keni të ardhura për të bërë ndërtimin e kësaj banese? Ta rindërtoni dhe njerë? Që të bëjmë? Ta rindërtoni dhe njerë. Keni të ardhura? Keni para? Ne nuk kemi, po neve po i drejtojemi bashkisë. Po i themi, ti nuk pagove bonët, ti më le në rrugë. Të si i bëhet për të ndërtuar ata, më thot, shko të bashkia madhe, bëj kërkes për të dhenë lejnë që të ndërtosh. Kupton, çfarë bëhet? Shiko, me gjitha të, ja një sekundë, sepse pjesa 3 do të mbetet totalisht juve, po le të bëjmë vetëm përpara se dalim në hapësirën e dytë. Fëmijët duhet shkojnë jetimore. A i ka në idenë njësia administrative nëmër 4, sa i kushton një fëmijë shtetit shqiptar dhe paguhet me taksa tona edhe të punojzëve të bashkisë. A i di njësia administrative nëmër 4 që ti, zonja Sofi, nuk ke një pension dhe si të shkosh ti në azil?
i bie të ndash nga bashorti. Bashorti të shkojnë në azil, sepse e ka një pensionin 100.000 lekë, ndërsa ti, ku do mbetesh, po fëmijët e tu që janë me aftësi të kufizuar, që as nuk flasin dhe as nuk dëgjojnë, Nuk llogarisin që është kjo zgjidhje që mund t'jepet. Familja duhet rrije e bashkuar dhe jo e përçar. Për Unë çfarë që kam arsye kërkuar. ata fëmijë të rrinë larg nënës dhe larg babait, edhe larg gjyshërve. Që ata janë në një moshë gota 14 vjeçë në klasë 8. E qartë. Mirë, kalojmë ke hapësira e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit, edhe pse e ngarkuar shumë emocionalisht, unë shpresoj që teleshikuesi zonja Sofit ketë kuptuar gjithçka nga jeta jote shumë e vështirë. Dua ta kaloj më njëherë fjalën tek Irina Shanaj, tek psikologja jon, për sa i përket rolit të nënës së këtyre 3 fëmijëve, të nusës djalit, por njëkohësisht edhe të kësaj zonje. Kemi një vendim gjykate që i ka dhënë kujdestarit të pjesshme si nënës, ashtu edhe gjyshes. Është një nga vendimet shumë të ralla, mund themi, që nuk e gjen në një praktik të përditshme, por nuk e di, unë vetë personalisht thash e njoh nënën e 3 fëmijëve, dhe unë e kuptoj që ajo ka probleme dhe luatje të mëdha emocionale. Fakti që ajo nuk ndan kohë cilësore me fëmijët, kur them që është në punë, sepse arrita të flisja me djalin 13 vjeç që ka shoqëruar gjyshen në ambiente dhe më tregoj për dhunën, për ngacmimet që janë bërë brenda institucionit, për sjelljen që nëna e ti ka, mami shkon në punë, thot, ka ndruar numrin e telefonit, nuk i kemi as telefon, vjen a shikon ndonjëherë. Pra neglizhuese ndaj nevojave të fëmijës. Po, vjen atakon ndonjëherë, thot, vjen atakon, por nuk flë me ne. Tani, unë nuk e di se si i merr përsipër gjykata përgjegjësitë e saj, se kjo është një lloj përgjegjësie. Se përderisa i ke vënë një kujdestari të pjesshme të dyjave, nuk mundesh t'ja lësh 100% në praktik, se në teori shumë mirë ka gjykata, por në praktik nëna, gjyshja kujdeset. E gjithë barra e kujdestarisë reale, me sa arrim të kuptojmë dhe me sa nëna Sofia ndau me ne, rëndon mbi supet e gjyshes 68 vjeçare. Unë të përgëzoj për punën titanike që je duke bërë, edhe uroj që Zoti dhe institucionet të ta lehtësojnë misionin tënd si nën, si gjyshe, si shtylla e vetme funksionale e familjes tënde, sepse je duke u përkujdesur jo për pak, po për 9 antar familjeje, që nuk është një mision i lehtë. Dhe realisht është për të gjithë ne që jemi këtu, edhe ma merr mendja për gjithë audiencën, është një situatë alarmante shoqërore, sepse kemi të bëjmë me ne shikojmë sot, kemi një pasqyrë të një realiteti që po ndërthur shumë sfida emocionale, fizike dhe ekonomike, ku secili nga personazhet e familjes tuaj, secili nga antarët ka peshën e vetë të sfidës, të dembjes edhe të shpresës. Dhe unë shpresoj dhe bëj apel që nëna Sofia të mos lihet e vetme në betejën e saj. Okej, në betejën ligjore, falë Zotit, e mori kujdestarinë e këtyre fëmijëve dhe i është dhënë një punë e jashtëzakonshme për të rehabilituar psikikën e atij fëmije të institucionalizuar për një periudhë të gjatë, aq më tepër që ka qenë plotësisht e pa informuar për vendodhjen e tij, për sigurinë e tij fizike, për shëndetjen e tij psikologjik dhe emocional, dhe me sa na u rrëfye dhe me sa keni biseduar edhe me fëmijën, tregon një përvojë shumë të hidhur nga ai kalvar i gjatë qëndrimi atje, dhe është për të ardhur keq. Dhe më vjen shumë keq, unë shikoj që në këtë familje është një nevojë për një ndërhyrje emergjente, që do të thotë për një këshillim familjar së pari nga perspektiva psikologjike, pra për një terapi sistemike, sepse janë të gjithë të rënduar, kanë të gjithë barrën e vetë emocionale, po me që kemi sot në studio dhe për respekt të gjithë historisë që ndave me ne, realisht unë shikoj një gjyshe shumë të lodhur emocionalisht, në një presion të vazhdueshëm emocional, e shikoj me ndjenja të larta ankthi, me një merak shumë të madhe për perspektivën e këtyre fëmijëve, kush do kujdeset për ta. Është duke bërë shumë, ndjes e vis, është duke bërë shumë, është duke bërë një punë marramëndse,
dhe prap i duket si e pamjaftueshme, i duket këto kushtet e vështira të jetesës. Sepse gjyshja thotë, unë kisha të tjerë fëmijë vitin e kaluar në 2024 dhe pas djegjes të shtëpisë dhe vajtjes në institucion, unë kam sjellje të tjera të fëmijëve. Pra, rikthimi nga institucioni, nga jetimorja, në jetën e përditshme, unë nuk po e njoh dot më, unë nuk mundem dot më, sepse ato kanë disa trauma të cilat duhet i kapërcejnë dhe të riktheheni një sjellje normale, nuk janë në sjelljen e tyre normale. Mua më vjen keq që trauma e këtij fëmije të 3 fëmijëve, se kanë qenë të 3, po ti i thua të një fëmijë në një, s'ka problem, janë të 3. Trauma e këtyre fëmijëve konsiston, ose të faktë doja të referohesha më specifikisht edhe të rastit të djalit të fundit, me që edhe zonja e cilësoi në veçanti, atë përvojën në maternitet që nëna kishte dashur ta braktiste, ta refuzonte që të sapo lindur, që të sapo ardhur në këtë jetë, dhe është teje tronditse, edhe për ta dëgjuar. Po kjo nën ju dha kujdestaria nga gjykata për gjysmë me vjerrën, me gjysha e fëmijëve. Është teje tronditse dhe nuk e di domethënë se si është miratuar dhënia e kujdestarisë në atë gjykat, kur ti ke ndarë këtë lloj detaji. Sepse ky detaj është ai që bën vërtet diferencën dhe ky është ai që jep verdiktin, se nuk mund t'i besosh jetën, sigurinë. Irina, në mua më vjen mirë që komentojmë këtu qytetarët e thjeshtë. Është traumatizuese. A mund t'i rikthejmë pak institucioneve e dashur? Po, të lutem. Nxirrni pak fotot, ju lutem regjia për t'i parë. Nëna, mund të më konfirmosh vetëm diçka, të lutem? Ju lutem. Ka mund të ndrej pak këtu? Të lutem. Këtë episodin që nëna ka dashur ta braktis në ambientet e maternitetit, pra ka zgjedhur që ta lër aty me miratimin e saj, edhe të nënshkruar, e keni ndarë me fëmijën? Është në dijeni fëmija të këtij episodi, pra që nëna jote ka dashur të të linte, po kam qenë unë si gjyshe që të kam marrë edhe të kam sjellë në shtëpi. E di fëmija këtë gjë? Fëmija këtë gjë e kam mësuar tani kur e kthyer, domethënë nga Shkodra nuk e ka ditë. Por gjatë kësaj bisedimi që ka pas fëmija, kjo e thellon traumën e fëmijës dhe mua më vjen keq që ka një mbivendosje traumash. Jo, ai thot fëmija me pyet, thot, Ornan, thot, ti e shumë me mirë, se ti, thot, më ke marrë ke materniteti dhe po më marrë. Po mirë, kush e ka treguar fëmijës? Si psikologe, ka treguar dhe vetë ajo. Gjatë bisedës, pa dashur. Si psikologe, realisht më dhemba i fëmijë dhe mendoj që ka nevojë për një rehabilitim të menjëhershëm, për një ndërhyrje psikosociale të menjëhershme për atë fëmijë, për të 3 fëmijët dhe për gjithë anëtarët e familjes tuaj. Do dalim edhe tek rëndësia e institucioneve tani pak, Irena? Patjetër. Me shumë takt, jo vetëm ti, e kuptoj shpeshherë në këtë studio. Jo, sepse më prek shumë emocionalisht, domethënë traumat e mbivendosura të një fëmije. Po, prandaj të thash, nuk e di se si ja kanë dhënë kujdestarin mamasë këtyre 3 fëmijëve, sepse unë që e njoh vetë personalisht, zonjën në fjalë, ajo nuk është në aftësitë e saj optimale të shëndetit mendor. Po, të prindëroj. Dhe këtu, unë heq dorë të analizoj këtë zonjë. A mund të ndalojmë pak tek fotot e dhunës pësuar, sepse pas këtyre fotove, të veprimeve të turpshme që të 3 fëmijët më kanë treguar. Të këtyre fotove të dhunës në institucion. Ngacmime fizike dhe dua të di më tepër revistë, edhe të natyrës seksuale? Edhe të natyrës, po, veprime të turpshme. Po. Edhe dhunës. Dhe kthehen me një tjetër sjellje dhe bie barë e kësaj 68 vjeçe. Po këto foto janë këmban alarmi, domethënë për gjithë institucionet. Po mirë, kush do ta marrë përgjegjësinë përsipër? Se këtu hyn në rol edhe sektori mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve që i çoj atje, po tani ku është ky sektor? Është mbrojtja, është koordinatori i mbrojtjes së fëmijëve. A do mbajë përgjegjësi ajo jetimore për këtë shenja dhune? A duhet bërë një hetim për këto shenja dhune? Duhet bërë një kallëzim dhe duhet nis një hetim. Se është mirë të komentojmë mbi prindërimin, mbi nëna, mbi baballar, të cilët nuk kanë aftësi mendore të duhura. Por këto institucione që paguhen me taksat tonë, duhet marrin vetë përgjegjësitë e veta institucionale, absolutisht kemi të bëjmë me dhunim fizik, patjetër, jo më kot, ne tham, bëjmë apel në mënyrë që të bëhet një kallëzim dhe duhet nis një procedim. Absolutisht në këtyre institucioneve. Ku është mbrojtja e këtyre fëmijëve? Po mirë, ndryshimi sjellori këtyre fëmijëve, kush e merr përsipër? Se tani kemi një 68 vjeçe këtu. Nëna nuk shkon çdo ditë, paradite shkon në punë në darkë flë diku tjetër, se do ndahet nga babai i fëmijëve, se do marrë një burr me lek, por ajo nuk është, thash, në aftësi aq të shëndosha mendore. Tani, me sjelljen e këtyre fëmijëve, se këta fëmijë i çuam në jetimore shëndoshe mirë.
por nuk janë Ishin kthyer shërbimet të tjerë. sociale ato që e drejtuan. Po, tani nuk janë kthyer me të tjera sjellje. Dhe është normale dhe e kuptojmë se. Çfarë duhet të ndodhë me këta 3 fëmijë sot, Iren? Sërish, autoritetet vjen para përgjegjësisë që këta fëmijë të reintegrohen dhe të rehabilitohen, sepse këta fëmijë janë plotësisht të gjymtuar në gjitha termat. Pra në terma psikologjik, emocional dhe fizik, këta fëmijë janë të dhunuar dhe të abuzuar. Pra, njësia numër 4 duhet i vënë në dispozicion një psikolog. Absolutisht. Absolutisht. Gjithë familjes madje, jo më kot tash, kërkon qasje sistemike, të gjithë antarët e familjes kanë nevojë për të rehabilituar sepse kanë trauma të shtresëzuara, do me thënë si të mos mjaftoj varfëria, si të mos mjaftoj trauma e djegjes së shtëpisë, të lidhemi pak kushtet e vështira të jetesës, edhe dhunimi i fëmijëve që është i paprecedent. Irina, të lutem, të kërkoj ndje sepse kam në pritje zonjën Egla Shkurti, specialiste e urbanistikës në njësinë administrative numër 4. Zonja Egla, përshëndetje. Po, përshëndetje, sjeni. Në ratë partë falenderoj që ju përgjigje ftesës emisionit me zemër të hapur, se po flasim për zonjën Sofi dhe për 11 antarët të familjes së saj. Atëherë, vitin e kaluar në 2024, në mos gaboj rreth muajit mars apo prill, shtëpia e tyre është djegur totalisht. Po, në datën 29 mars 2024. Po, dhe ndërkohë, zonja ka mbritur në njësinë administrative, që ju jeni dhe punonjëse dhe specialiste urbanistikës, dhe ka kërkuar bonus qiraje. Po, është paraqitur pra njësisë administrative për të trajtuar me bonus qiraje thjesht, është bërë aplikimi, dhe ka kaluar fazën e parë, dhe në pamundësi për të mbledhur gjithë dokumentat për të gjithë familjarët, nuk e ka kaluar fazën e dytë dhe nuk e ka përfituar bonusin. Po çfarë duhet bëjmë zonja Egla për të kaluar edhe fazën e dytë? Po, për fazën e dytë duhet të mbledhen disa dokumenta. Janë të vështira për të mbledhur këto dokumenta, mund ta ndihmojmë? Jo, nuk janë as pak të vështira, patjetër që mund ta ndihmoj, e kemi orientuar. Po? Janë të gjitha dokumenta që mund të ndirë nga i Olbenja e çdo pjesëtarit familjes madhor. E kuptoj, dhe pasi të kaloj edhe kjo fazë e dytë, pastaj mund të përfitoj bonusin e qeras? Po, shikohet me prioritet. E kuptoj. Zonja Egla, po përsa i përket rindërtimit të asaj banese, çfarë do ndodhi? Duke qenë se edhe hetimi ka nxjerrë që shtëpia është djegur nga shkëndija elektrike. Po, atëherë, përsa i përket djegjes së banesës, zotëria ka aplikuar që të përfitoj për dëmshpërblim, ka marrë një pjesë të këstit dhe që të vazhdoj të bëjë punime, duhet që të marrë leje nga Bashkia Tiranë. Çfarë kësti ka marrë, të lutem, se shikoj reagimin e Sofies? Çfarë kësti ka marrë? Sa është shuma e këstit? Një moment, të lutem. Po? Sa? 12 milion? Ne i kanë referenuar, nuk i kemi marrë, po referenuar. 12 milion? Po, 3 Po, 12 milion, sepse është kaluar nga Bashkia Tiranë. Por që zonja nuk i ka tërhequr këto 12 milion? Me sa po më thotë? Të janë për rindërtim. Por duhet aplikosh edhe për leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës. 10 milion leje ndërtimi. A mund të më thoni kush aplikon për leje ndërtimi? Pra, se ka mbetur në fazën e dytë, nuk i tërheq dot dokumentat nga i Albania, se nuk din, jo se nuk duan. Për bonusin e qeras, po, duhet të bëj dokumentat për fazën e dytë. Por nuk mund ta ndihmoj dikush në njësinë administrative, zonjë? Atëherë duhet i Albania e çdo pjesëtari të familjes. Po dikush ta ndihmoj për t'i hapur një nga një të çdo pjesëtarit familjes së dashur. Patjetër, nëse ka të gjithë i Albania të gjithë familjarëve, mund të vi tek njësia 4 dhe ndihmojmë ne. Po, përsa i përket edhe marrjes së lejes së ndërtimit në Bashkinë e Tiranës, çfarë duhet të ndodhi? Kush aplikon? Duhet bërë kërkesa nga i Albania, përsëri, po, licencuar për nenin shtat. Po, edhe këtu mund të marrin ndihmën tuaj? Jo, sepse duhet inxhinier i licencuar, privat, që të bëj projektin si është aktualisht ndërtesa dhe se si do të ndërtohet. Kur themi privat, zonja Egla, themi privat të paguar nga familja, sa para do marri ky inxhinier privat? Se nuk i kanë kaq të ardhur, janë në kushte mbijetese. Atëherë, nuk është në kompetencat e njësisë 4 që të bëjnë shërbimi. Që të japë një shumë eksakte, apo të them se si... Jo, sa është kjo shumë? Do me thënë, e përballon kjo familje? Se tani të aplikosh për leje ndërtimi dhe të mos i kesh parat për të paguar një inxhinier privat, më vjen keq, po...
Çfarë ndodh në të tilla raste? Tu është procedura për të aplikuar për në një shtat. Tu është edhe procedura. Mirë, unë kam një avokat në studio, nuk e di, do me thënë edhe në bashkëpunim me ta sa mund të ndihmojmë edhe ne, por edhe ju mundet të jeni pak më human për sa i përket një familje që nuk di, do me thënë se si të orientohet nëpërmjet Albanias. Patjetër, për sa i përket bonusit të qeras, mund të asistojmë ne, duhet të vi qytetari me Albaniat e gjithë familjarëve që janë në moshë madhore dhe mund të ndihmojnë në lidhje me dokumentat e fazës së dytë. Për sa i përket të ndërtimit të shtëpisë, për të bërë kërkesën në Bashkinë e Tiranës për nenin shtat, më vjen keq, por nuk mund të ndihmojmë duke qenë se nuk është kompetencë jona. Marrvesh, kur themi që nuk është kompetencë juaja dhe jona nuk është kompetencë për ta ndihmuar, por gjithsesi do mundohemi të gjithë bashkë për t'ia dalë mban kjo familje. Atëherë, zonja Sofie, çfarë kishte për t'i thënë zonjës Egla? Përshëndetje, zonjës në fjalë që thotë nuk i ka dokumentacionet, unë i kam të gjitha dokumentacionet që kam bërë. Të fazës parë që kam. Unë nuk kam punë. Unë nuk kam tokë. Po flasim për fazën e dytë, zonja Sofi. Të lutem, kur s'ka dalë fazën e parë, tjetëri më dori jashtë. Jo, fazën e parë e ke përfunduar. Qa kam përfunduar? Se kam dalë në rrugë të madhe, prej fajtyne, që dokumentet i kam bërë të Albania. Mirë, do qetësohesh pak se ti thua kam dalë në rrugë të madhe për fajin e tyre. Po, ta ka dhënë bonët. Të lutem. Nuk e paguajnë. Nuk e paguajnë, po s'ke përfituar pra aplikimin e dytë. Po ku t'ja thanë këto që nuk e përfiton që në një vit, burri huj më karë dhe sot ke dera. Më thot dua lekët e vitit që kaloj. Ku t'i gjej unë zemra ime? Ku t'i gjej Erbi? Absolutisht e drejtë. E drejtë. Pra, ti je pasjaruar që aplikimin e dytë. Më falë, dje ka ardhë gota me gjithë burrin e vetë, sot ka ardhë jati. I zoti shpis, para se dhi këtu. Unë për këte ka marrë. Nuk ka marrë për fëmit fare. Fëmit, mirë, kejtë, kyshë, unë ku të vdesë, unë do vdesin dhe fëmit. Mirë. Atëherë, zonja Egla, besoj se jemi në situata jo normale të kësaj familjeje. Unë kam problemet të tjera edhe me sektorin e mbrojtjes së fëmijëve në mini bashkinë tuaj, të lutem për cilja këtyre fëmijëve kanë dalë me trauma. Nga njësia 8, është ndjekur nga njësia 8. Po pra, kanë dalë me trauma nga, shiko, vërtet është ndjekur nga njësia 8, por mos harroni që njësia juaj i çojnë jetimore dhe nga jetimorja kanë dalë me trauma. Të lutem njoftoje pak edhe sektorin e mbrojtjes së fëmijëve në bashkëpunim edhe me njësinë administrative numër 8, të merren masat e duhura, të vijen në dispozicion punonjës social dhe psikolog këtyre fëmijëve. Gjithsesi do transmetoj. Transmetoja dhe unë të falenderoj, besoj se na dhe panoramën e qartë, Ervis të kërkojnë ndjes, e përshëndes zonjën Egla, sepse është momenti ytë. Si mund të ndihmojmë të zonjë, që është shumë e turpshme për plotësim dokumentesh, mund të rrinë në këto kushte që është tani që po flasim. Po, ndërë, faleminderit për fjallën, atje ma shkas dhe nga komunikimi që kishim me zonjën e njësisë nëmër 4, përveç të drejtave kanë dhe detyrime. Institucioni ka një përgjithësi ligjore në lidhje me strehimin e personit. Dhe akoma në vitin 2025, dhe më thënë, ne flasim për kompetencë edhe për një neglizhencë të institucioneve, ku edhe vetë punonësit administratës shtetërore kanë një mundësi për ndërhyrje në sistemin e Albaniat për t'i marrë këto dokumentacione. Sepse bëhet fjalë nga viti 2024 dhe në vitin 2025, për shkak të një neglizhencës dhe sërëllatjeve të institucioneve, ne nuk jemi akoma në kushtet që zonja nuk e ka përfituar ndihmën. Kush mund të ndihmoj zonjën për të aplikuar dhe për të kaluar fazën e dytë fillimisht? Pastaj marrja e lejës së ndërtimit. Absolutisht, zonja mund të, edhe vetë në sistemin e Albania, mund të tërheqë gjithë dokumentacionin e nevojës, por edhe vetë punonësit administratës, edhe nëse nuk kanë kompetencë, do duhet që dhe në aspektin njërzor, duhet të ndihmojnë zonjën sa do pak në mbledhjen e këtyre dokumentacioneve, shkarkimin nga Albania dhe plotësimin e këtij dokumentacioni dhe përfitimin e bonusit të qeras deri në momentin që zonja të sigurojë një strehim, ose deri në momentin që të rindërtoj banesën. Sepse nuk jemi në kushte që vetë njësia mund të asigurojë për një vit dhe pastaj të ndërpresi dhe pastaj të riaplikojë sërish, por deri në momentin që zonja të rindërtoj shtëpinë e saj
dhe në atë moment duhet të vazhdoj bonusi i qeras. Po kështu edhe për aplikimin në Bashkinë e Madhe të Tiranës për marrjen e lejes së ndërtimit? Po kështu edhe në aplikimin e lejes marrjes së ndërtimit dhe në momentin e përfundimit të kësaj banise, normalisht zonja duhet të trajtohet me bonusin e qeras. Po për sa i përket nenit 7 që paraqiti zonja dhe tha që duhet të marrin një inxhinier privat dhe duhet paguar, edhe kjo do më thënë është një problem shumë i madh. Absolutisht, në momentin që flasim, zonja ndodhi një moment shumë të vështirë ekonomik. Dhe për shkak të arsimor kulturor, pra këta nuk dinë të kenë një celular, të shkruajnë në celular, dhe jo më të aplikojnë në e-Albania. Është komplikuar shumë me e-Albanian kjo gjë. Absolutisht, në këtë moment që flasim, mund të edhe përveç bashkisë... Pra, ka zyra që japin shërbime në e-Albania, që mund të shkojë zonja Sofi dhe ti drejtohet? Normalisht që ka zyra që mund të japin ndihmën e tyre, sadopak në lidhje me aplikimin e një leje ndërtimi, edhe në këtë moment edhe... Po jo vetëm lejen e ndërtimit, por edhe për të kaluar fazën e dytë të bonus qeras. Edhe fazën dhe plotësimin e gjithë dokumentacionit nevojshëm. Pra, ka zyra të posaçme vis që edhe mund t'i drejtohen. Normalisht mund t'jenë dhe zyra për shkak edhe përveç bashkisë Tirana, apo ndihmës ekonomike nga shteti, mund të drejtohen dhe zyra për shembull organizatat jo fitim përse të cilët mund t'japin dhe një ndihmë duke i bërë presion institucioneve që sa më parë të miratohet dhe t'japin një asistencë ligjore dhe ekonomike në lidhje me çështjen. Mirë, ky është hapi i parë që ne bëm, unë të falenderoj Visi edhe për shpjegimin tënd. Ka zyra të cilat kërkesat për të kaluar fazën e dytë, se fazën e parë ke kaluar. Fazën e dytë, siç tha zonja, që duhet nga e-Albania të gjitha dokumentat antar për antar, të 11 antarëve, ka zyra të cilat mund të ta ofrojnë këtë shërbim, por mund të shkosh edhe pranë njësisë administrative edhe me ndërhyrjen tonë. Më pas, ne do shikojmë që të tërheqësh ato 12 milion, të aplikosh për leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës, të miratohet leja ndërtimit. Ato do inxhinieri ndërtimit. Po, edhe inxhinierin dhe të gjitha të shkojnë... Do lekë ai ndor. Gjithsesi, ne do shikojmë zonja Sofi se çfarë do bëjmë. Falenderoj psikologen, falenderoj dhe avokatin. Atëherë ta bëjmë dhe një thirrje të fundit bashkë, ta mbyllim këtë emision për sot. Ta jap fjalën që do t'i shkojmë deri në fund. Sa herë ti të kesh nevojë dhe has vështirësi, aq herë do vish në këtë studio dhe ne gjithmonë do të trokasim në institucionet që kanë në dorë zgjidhjen. Atëherë, më thuaj, ke një thirrje kujt ti drejtohesh? Unë i drejtoj gjithë institucioneve shtetërore, institucioneve private, biznesmen, qatë kenë mundësi, sa do pak të na ndihmojnë që të dalim nga kjo situatë. Të ndërtohet shtëpia e re. Që të ndërtohet ajo shtëpi, edhe të rinë ata fëmijë, edhe gjithë ne se kemi fituar një tram. Fëmijët, si që vepruan, i muarën, fëmija me u afru një zonjë, që se njofin, kujtonë, thonë, na puthin gjuhin, thonë, aman po marim, po më qojnë ke shtëpi e fëmijët, jo nanë, kanë filluar fëmijët një tram të madhe. Ju keni nevojë të gjithë se shikoj që trauma e fëmijëve të ka kaluar dhe të ka shqetësuar edhe ty, duke të njohur zonja Sofi vite më parë, ke ndryshuar shumë. Sepse thonë, po vinë nanë, po na marin. Edhe në shkollë, që bëra pa mundër. A flisni me psikologin e shkollës së fëmijëve se këtë pyetje doja t'ju bëja? Te shkolla 4 dëshmorët, me të thënë drejt, nuk e kanë frekuentuar shumë, kanë vajtë, por kanë para të prinje, se neve po vajtëm atje, do na gjejnë vetëm, do na marin, do na çojnë prapa atje ku ishim. Po, është marrë psikologja e shkollës 4 dëshmorët me fëmijët? Është marrë, okej, më vjen mirë. Jo, nuk mund të them, kam punuar po them, në kohën që kanë ardhur kanë qenë ekstrem. Mirë, të falenderoj? Sot janë në gjendje tjetër. Okej, të falenderoj? Ne falenderoj shumë. Unë të falenderoj. Juve si staf, që neve na mundësoni këtë emision, që ta bëjnë të ditur, për gjithë njerëzit, na kuptojnë hallin problemin që kemi ne, dhe në veçanti ty, si gazetare, që u ke gjithë problemin, emisionin tënd. Shikone, nuk kemi shkopin magjik, gjithsesi ne bëjmë të mundur të trokasim në çdo institucion. E keni bërë publike sa do pak, edhe çdo njeri që ka mundësi sa do pak, me na ndihmuar. Shpresojmë. Me ato të ardhurat e veta, me gjitha, sa do pak, me materiale, me këtë, me atë, ju lutem të gjithë shqiptarëve që neve, që sot jam këtu, po flasë me juve,
jam me një zemër shumë dhe pranej ata fëmijë... Falemderit, zonja Sofi. Ta shpresojmë këtë gjë edhe bëjmë mbylljen bashkë. Thonë, o nanë, do bëhet shtëpia, o nanë, do hymë ke shtëpia, edhe dridhen kështu fëmija. Të shpresojmë që këto situata të marrin fund një herë mirë, zonja Sofi. Falemderit që ishe me mua në studio. Falemderit edhe ju mi që na keni ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24. Kemi qenë live edhe në radio News 24. Jepni mendimet, opinionet, pse jo edhe ndihmën tuaj në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur. Kjo është faqja e Facebookut, automatikisht shkohet edhe në faqen tonë të Instagramit. Mirpresim telefonatat tuaja, jo vetëm për denoncuar rastin tuaj, por edhe për të ndihmuar zonjën Sofi. Keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fiks dhe atë celular. Mund të shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger. Me njerë redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur do t'ju përgjigjet në korrekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdoruesi rrjeteve sociale, dërgoni letra tuaj apo doni të vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës, pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajmë këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.